Zotrin Lorenza Srama. Mirë se erdhe zemër. Mirë se ju gjej në studion tuaj të ngrohtë. Eja ullu aty në mes, unë do t'ulem këtu. Është një qik i madh ky këndi këtu, por... Vend me bollëk. Mirë jemi zgjeruar, nga era e fundit që na ke parë. Më pëlqen. Bi gjitha jemi ullur. Më rëndësishme. Po, se herën e fundit kemi qenë në këmbë fakt tek emisionin Fest, i cili na futi në një garë muzikore. Të panevojshme. Të panevojshme fare, e megjithatë është e bukur gjithmonë kur ka muzikë. Gara muzikore ishte e bukur, e panevojshme ishte gjithaj debat. Zoti madh. E ke vënë re se sa shumë njerëzit e duan muzikën dhe kur vjen puna që sfidohen për të, e marrin shumë personale. Si ka mundësi që ju artistët, sidomos në pjesën e muzikës, na falni, ka shumë dashuri nëpërmjet saj, ama kur vjen punat e konkurenca jeni... Unë faktikisht nuk jam shumë kompetitiv. Nuk je? Jo, nuk kam qenë kur, se unë mendoj që ndoshta është bërë pak klishe së fund mi kjo shpreja, po unë e kam luftën me veten gjithmonë. Në luftën thonjza, unë mendoj që çdo artist ka veçoritë e veta, ka të bukrat e veta dhe të veçantat e veta, kështu që s'mendoj që ka nevojë për të bërë luftë ose për të pas shumë konkurrencë. Mjafton të kesh dashurinë e publikut, publiku vlerëson në fund ditës. Sheti, ti ke një fat të madh në fakt. Ti ke dhe një talent i jashtëzakonshëm, ke një zë shumë të bukur. Po përtej kësaj, falenderoj, po. Do me thënë që ti e di që unë kam simpati për këngët e tua dhe këtë e kam treguar gjithmonë, madje se kamera nuk po më fokuson të aty, po unë përkëndoja, unë të kam dashur shumë, sa dhe jetën e jepja për ty përpiqem, unë se e kam... Në fakt, me Lorencin gjithmonë kemi patur një ndjesi artistike shumë të bukur. Ai e ndjek punën time, edhe unë e ndjek punën e atij shumë. Madje ndonjëherë kur më shef kështu në gjendje që postoj një gjë depresive unë kështu në Instagram, thotë ç'të ka gjetur ty? Çfarë halli ke? Këto kush ta ka thyer zemrën se ku ka më mirë se një artist për ta kuptuar këtë gjë. Dhe unë mendoj që talenti jot përveç se në zë, pra shkon edhe te krijimtaria. Ti je njëri që me studion, me krijimtarinë, me pjesën e produksionit, je me të vërtet shumë i kompletuar. Dhe kjo ka bërë që të themi mos kesh të frikën e konkurencës, po gjithmonë të vish ndryshe. Nuk e pasur kur frikë as të luash live dhe të marrësh mikrofonin, as edhe të jesh pjesë e kompeticioneve. Ndoshta nga që vi si pjesë, unë vi nga live dhe e kam dashuru gjithmonë live dhe është një pjesë e imja që nuk e shmang dot. Kemi bërë gati një insert në fakt me stafin, për ty nuk e di se që kanë bërë ata këtë herë, se nuk mendoj që ka ngel gjë, po ta shohim një herë dhe të shohim se si do t'jek dhe ti pas ti. Okej. Urdhëro Sara, jam drejt mjaftueshëm sepse nga regjia më thon rri pak drejt. Unë përpiqem të jem të gjithandej sepse e kam studion shumë të madhe dhe sigurisht... Mua mos ma kërkoni se ka. Lenci, ndojgjën pak rukëtimin tënë dhe sigurisht ai momenti kur ke qenë aq i vogël edhe ty vetë, s'kishe mjekër, nuk kishe... Jo, mjekër kisha, faktikisht nuk e di që më mori zoti mend atë periudhë që shkova e shkurtova. Gjanë njëri tjetër komplet. Por që më i dobët, më i vogël, po është një kujtim shumë i bukur, shumë i veçantë. Sidomos ajo performancë. Është e vërtet në fakt, ti ka qenë në momenti ku ti me të vërtet shkëlqeve dhe sigurisht publiku u njoh me ty. Sigurisht ishte një garë muzikore, por me gjitha të nga i moment ti nuk e ndaluar më së krijuari si që një pjesë. Ishte katapultimi mirë, mendoj unë. Më rëndësishme që mund të marrësh nga këto lloj le të thosh showsh apo është katapultimi për të vazhduar, sidomos në fazën unë isha askushi, në sensin që nuk isha ja firmuar në tregun e muzikës. Nga aty pastaj për fat të mirë, kam pas një ecuri goxha të mirë. Edhe pse shpesh herë kam qef të zhdukem. E kam vënë re këtë gjë në fakt. Po, shiko, pavarësisht se tregu jonë, domethënë ka qef atë ritmin e shpejtë dhe bën këngët çdo javë. Jo, nuk mendoj që është aty problemi, unë mendoj që artisti ka nevojë për frymë. Nuk mendoj që... Mendoj që në momentet që jemi nxitu, s'kemi bë pikërisht materialet që duam. Frym kënga jote e vjetshme në festivalin e këngës në Radio Televizionin Publik Shqiptar, një këngë e cila, kur unë e kam dëgjuar, për herë të parë e kam dëgjuar në radio, nuk e harroj, ka qenë prezantimi që filloi të bëj këngëve
të festivalit pasi ato ishin përzgjedhur, mua vetë personalisht më ka bërë të qaj, më bën të qaj edhe sot e kësaj dite, një këngë të cilën ti ja dedikove figurës të nënës? Faktikisht, po, ishte për një kauzë në lidhje me temën e festivalit? Po, jo, tipikisht praktikisht ishte një këngë e shkruar nga një shoku im, nga një mik i jonë, që është po pjesë e muzikës, nga Pedro Gjori, për një ndodhit vetën personale dhe familjare në lidhje me nënën e tij. Është më të Pikërisht me luftën e madhe të smundjeve dhe të cilat ndonjëherë na heqin. Se unë nuk e ditëm nëse është vënë re edhe në intervista tjera për këtë temë, prehem pak edhe nuk para... Prehemi të gjithë, në fakt. Nuk para disit flas, sepse më duket sikur mund të them diçka që ndoshta mund të preki dhe gabim, kështu që mundohem që të jem sa më i rezervuar. Dhe e vetmja mënyrë e mirë që mund të kisha për ta shprehë ndjesi ishte kënga. Kënga ishte mjaft e bukur që kur e kam dëgjuar. Edhe le të themi që gjatë viteve të fundit edhe tek unë ka prek shumë edhe ka ndryshuar shumë gjëra brenda meje si artist. Të paktën nga momenti i performancës në Pallatin e Kongreseve. Në fakt, ashtu që thash, është një këngë shumë e mirë. Me çfarë do të vish këtë vit që do ta konkurosh një dalje aq dinjitoze, se duhet të thënë duhet të konkurosh veten tënde, siç the unë konkuroj vetëm veten time. Po, është e vërtet, po unë edhe jam tip që eksploroj pak me zhanrat. Është këngë tipike për festival. Është një këngë që është e shkruar nga unë faktikisht edhe ka pasur shumë vite që e kërkoja si ndjesi, ishte le të themi një këngë që e kam kërkuar në atë repertorin tim prej vitesh. Dhe erdhi kështu si natyrshëm. Personalisht e dashuroj shumë. Çfarë rrymë është? Sërish një balad? Pop rock, balad, soft rock, është pak kështu. Pra kur thua kështu, do të thotë që ke një shtrirje të mirë me orkestrën e radio televizionit shqiptar. Kjo është pak për e sigurt, po, është tipikisht për festival. Si do t'jetë? Do t'jetë sërish kjo një performancë solo? Po. Pra nuk do të kesh balerinë, nuk do të kesh një performancë e cila... Me qef mund të kem një piano ndoshta duke qenë se është dhe instrumenti i zemrës, edhe pse kam studiuar shumë pak vite në moshën më të vogël e kam filluar me piano, po është ai instrumenti që nuk më ndahet kur në studio për të filluar ato krijimet dhe ndoshta edhe nga stili i këngës mendoj që do më rrinte bukur, do më shkonte në skenë. Shumë mirë. Mendon ti, Lorenz, që pjesëmarrja në festivale të çon më afër, po themi, dëgjuesit tënd, sepse ti në përgjithësi punon shumë me live-in, ke punuar edhe me këngë të tjera, por festivalet i ke qef, jo vetëm festivalin e këngës, po edhe festivalet të tjera ti e ndjen nevojën për qenë pjesë të tyre. Unë mendoj që në një vend të vogël si Shqipëria, ku ka absolutisht shumë artist, që ka shumë artist mrekullueshëm, absolutisht, mendoj që tregu është i përqendruar vetëm në një lloj zhaneri, apo ajo që apo mundohem të them më sakt, është që këngë të tilla i shkojnë për shtat vetëm festivalit, edhe vinë afër publikut vetëm nëpër festivalet. Paktën në këtë konkluzion kam dalë unë, edhe pse di ndoshta duke qenë dhe siç e the vetë artist që më pëlqen live-i, kam nevojë që sikur një herë në vit të jem pjesë e diçka të tillë. Të tillë, pra do ta sfidosh veten. Jo vetëm te sfida, se sa ta prek si gjendje, si emocion. Pjesa e konkurrencës me emra të tjerë, me një fitore, me një çfarë ndikimi ka te ty, me thënë e vret pak mendjen për të dalë dhe fitues, apo në përgjithësi hyn për të shijuar një moment tëndin artistik? Me thënë të drejtën, unë zgjedh mos ta vras shumë mendjen për gjëra që unë nuk i kam në dorë. Në sensin që nuk unë se vendos do ta fitoj unë diçka. E vendos publiku, kriteret, kështu që... Ti me publikun ke fituar, shumë herë do thosha. Po nuk do të thotë që e fitoj vetëm unë publikun. Dikush e kam më të gjerë audiencën për atë material, kështu që unë zgjedh ta shijoj, t'jap më të mirën time, edhe siç e the edhe vetë, fitoj atë publikun, dhe
të marr atë feedbackun që kam nevojë, qoftë edhe, siç ta thash, një herë në vit. Ti je një njeri në fakt që bashkëpunon me shumë njerëz, siç edhe e the, këngët e tuaja në përgjithësi bashkëpunime. Megjithatë, ti vetë krijon këngë për të tjerët, duke qenë se ke një formim klasik, pjesë violës, a fut duart ti kur të vjen një krijim për ty dhe ta ngacmosh pak, ta rregullosh pak, nuk e lë dot asnjëherë. Nëse ka nevojë të preket, do të thënë nëse vjen si një demo, normalisht që... Do duash që ta. Jo vetëm unë, po kushdo që punon aty brenda mund t'japi mendimet vlefshme. Pastaj, sa i përket një materiali, si që kisha frym vjet, edhe shumë materiale tjera, më ka ardhur si thënë kështu, thjesht kjo është kënga, normalisht që unë kam dhënë nuancat mia në të kënduar, po aq, po sa i përket kompozimit, kur nuk ke ç'të prekësh, Nuk i futët, se nuk është, bëva ki bje me në i kolegë që thotë, ose prekse. Shiko, unë jam pak, unë pikërisht mendoj, unë mundohem që duke qenë se kam qenë shumë pjesë e muzikës edhe rritur me afër muzikantave, jam mundu që të paktën brenda studios ta mbaj larg këtë pjesë time, sepse është tjetër gjë të krijosh një këngë për tregun, për atë figurën që do ndërtosh, dhe duke qenë shumë muzikant, ndoshta ndonjëherë ngarkon një material më shumë se sa duhet, sepse ke ato konceptet e tjera që zakonisht janë shumë larg publikut të thjesht, dhe unë kam qejf që këngët të jenë sa më simple, shkojnë sa më thjesht dhe të kuptohen sa më thjesht e publiku. Nuk dua ti të jenë shumë të komplikuara. Ore, ti je një artist, për mua, ta thash dhe një shumë i talentuar. Ç'tu desha i Big Brother-it ty që ta kuptoja? Unë e kam arru Big Brother, e kam arru, kam zjedh. Mua më kujtohet se unë një kandidatit që pa dash, po pse, mor? Shiko, unë, edhe gjë më çuditshme është që unë edhe tani po ta vesh jam pak kështu se kam shumë kohë që nuk dal në një emision në televizion. Kështu, po edhe nuk e di as vetë, me thënë dhe, ndoshta edhe pak duke më shty pak njerëzit që kisha për rreth. Lëre fare më mirë, se nuk bravo, më pëlqen si ide. Po, për ta mbyllur, se shiko kanë dalë titrat, atë këngën që ja dedikon dashurisë, e ke kompozuar akoma apo jo? Po, kam aty gjëra. Për personin, po. E ke? Po, kam. E ke nxjerrë atë këngën? Jo, nuk e kam nxjerrë akoma. Kur të nxjerrësh? Se ti e di që unë atë personin e kam shumë për zemër. E dini, ju zonjën dhe zotrin e dini, apo jo, po Lorenci është një djalë tashmë i fejuar, nuk kam? Nuk është më një djalë i lirë. Bile një nga ato fotot aty është pikërisht tek vëndi ku a i bën pushime çdo vit. Me vjerin, me vjerën, me familjen. E ngacmoj pak se i njoh, kështu që... Po, është të mbështet e unë punën tënde? Absolutisht. Shumë? Frymëzimi jot, vazhdo të? Edhe në momentet që kam atë depulezën për të mos e bërë, se si çdo njeri ka ato momentet e veta që ulet poshtë, është njeriu që më zjat atë dorën edhe keep going. Dhe që i duhet së njeriu. Lenci, shumë faleminderit që Faleminderit juve, faleminderit. Kënaqje që të kisha këtu. Gjithashtu. Mirë, ne kemi përfunduar këtu me çasti dur edhe për sot. Ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët, ju lë sërish takim nesër. Sergio, mirupafshim.